Kjo është lulja më e bukur e dimrit. Feng Shui thotë se sjell harmoni dhe fat të mirë. Krizantema indiane simbolizon forcën dhe qetësinë, ndërsa me paqen dhe bukurinë e krijon harmoni jetën tuaj. Kur bëhet fjala për lulet e dimrit, krizantema indiane zë një vend veçantë sepse është simboli i butësisë dhe qëndrueshmërisë, gjë që e bën zgjedhje perfekte për zbukurimin e shtëpisë dhe kopshtit. Krizantema indiane, ndryshe nga llojet e tjera si krizantema koreane apo ajo e kopshtit, zakonisht ka lule më të vogla dhe më delikate dhe është e përshtatur për kultivim në klimë më të butë. Krizantemat koreane për shembull njihen për lulet e tyre më të mëdha dhe ngjyrat e theksuara, por e verdha dhe portokallia deri tek e kuqja e thellë, ndërsa krizantema indiane është më shpesh me tone të buta si e bardha dhe roz. Krizantema e kopshtit është më rezistente ndaj kushteve të ftohta dhe ka rritje më të dendur e më të pasur, ndaj përdoret shpesh për dekorimin e shtigjeve, ndërsa krizantema indiane me pamjen e saj delikate përshtatet më mirë si dekor i butë në vazo dhe kopshte dhe më të vogla. Karakteristikat e krizantemës indiane: ka lule të pasura me nuanca të bardha, të verdha, roz dhe vjollë, shpesh me qendër të theksuar. Madhësia, lartësia e bimës mund të variojë nga 30 në 90 cm në varësi të llojit dhe kushteve të rritjes. Lulja lulezon në fund të verës dhe gjatë djeshtës, duke zbukuruar kopshtet në kohën kur shumica e luleve fillojnë të zbehen. Është e njohur për qëndrueshmërinë e saj. Krizantema mund t'i përballojë temperaturat më të ulta, gjë që e bën përshtatshme për klima të buta dhe më të ftohta. Kuptimi dhe simbolika e krizantemës. Në kulturën aziatike, krizantema përfaqëson gëzimin, jetëgjatësinë dhe paqen. Në Feng Shui rekomandohet si një lule që sjell harmoni dhe fat më të mirë në shtëpi. Prandaj është një zgjedhje e shpejtë për dekorimin e hapësirave, veçanërisht në periudhën e vjeshtës. Në shumë kultura, krizantema është simboli i bukurisë, ndërsa në Japoni lidhet me qetësinë dhe ekuilibrin shpirtëror. Kultivimi dhe kujdesi për krizantemën indiane. Edhe pse duket delikate, krizantema është një bimë e qëndrueshme që kërkon kujdes të moderuar dhe është ideale si për adhuruesit e kopshtarisë, ashtu edhe për ata që sapo zbulojnë botën e bimëve.